Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje të dashur miq. Pa marrë parasysh që shpesh herë vim me histori të dhimbshme, me drama jete, sot do të ndaloj tek ju me një romancë dashurie. Do të ndaloj me një histori që ka të bën me dashurinë, me pozitivitetin, kur universi e shkruan lumturinë, s'ka gjë në botë që e ndalon këtë lumturi. Ka njerëz që thonë se gjithçka në jetë është rastësi. Unë nuk jam një nga ata. Unë besoj në universin. Besoj se ai flet, dërgon sinjale, hap dyer e mbyll të tjera. Të çon në vendet që nuk i kishe menduar kur, të prezanton me njerëz që ishin të destinuar për ty, dhe kur ti nuk e di, ende, dhe unë jam gjallë për të treguar këtë gjën. Isha vetëm 18 vjeç, kur u lidha për herë të parë me dikë. Ai nuk ishte njeriu i dur. E kuptova më vonë, por jo më njëherë. Në atë kohë ndjeja që diçka nuk shkonte, por si çdo adoleshente e mbushur me ëndra dhe fantazi të bukura për dashurinë, e mbaja fort atë lidhje. Dhe kur ajo më lëndonte, u bëm si ato çiftet në për filma adoleshentësh, ndarje, pajtime, lot, shpresa të re me zhgënjime të përsëritura. Deri një natë, ishte vonë dhe kishim pasur një grindje të madhe. Më dukej se gjithçka brenda meje po thyhej. Qava derisa më mori gjumi me lotët e ndet të nxehtë mbi faqe. Të nesërmen, me sytë e ndet e enjtur, hapa telefonin dhe pash një mesazh. Ishte nga një djalë që më kishte parë, që më kishte pëlqyer dhe që donte të më takonte. Por unë, e raskapitur emocionalisht, e injorova. Zemra ime ishte ende e lidhur me të kaluarën, edhe pse ajo më bënte të vuaja. Universi më trokiti në derë, por unë nuk e hapa. Muajt kaluan dhe unë vazhdova të zvarisja një lidhje që nuk më sillte asnjë dritë. Por një ditë pata guximin t'i them mjaft. Më në fund të çlirova. Ishte si të merrje frym pas një kohe shumë të gjatë në ujë. Një vit më vonë, po ai djalë që më kishte shkruar, u rikthye në jetën time. Këtë herë jo përmes një mesazhi të humbur, por fizikisht, me këmbëngulje të qetë dhe qëndresë që më bëri përshtypje. E takova. Ishte krejtësisht ndryshe. Nuk ishte si ata që kisha njohur më parë. Kishte një energji që më qetësonte, një mënyrë të folurit që më mbushte me siguri, por gjithsesi, unë nuk isha gati. E ndjeja ende shijen e hidhur të gabimeve dhe nuk doja të lidhesha me askënd. Por disa gjëra ndodhin sepse duhet të ndodhin. Mund të luftosh, të ikësh, të mbyllesh, por kur universi ka vendosur, gjithçka të shtyn drejt atij drejtimi. Dhe kështu ndodhi. Dashuria jonë nisi pa e kuptuar, pa plan, pa propozim, pa ngërç. Thjesht ndodhi. Rrithte natyrshëm si uji i një lumë që e di rrugën e vet. Me të gjithçka ishte e lehtë. Nuk kishte lojra, nuk kishte dramat e lodhshme që kisha përjetuar më parë. Kishte qeshje, kishte mirëkuptim, kishte butësi, dhe për herë të parë ndjeva se dikush më shihte me të vërtetë, jo për atë që do të bëhesha apo që duhet isha, po për atë që unë isha. Vendimi për t'u fejuar nuk ishte një hap i madh. Ishte një hap natyral. Si të zgjohesh dhe të thuash, po, kjo është jeta që unë e dua. Ditën që e bëm drekën e fejesës, mbaj mend motin, ishte thjesht perfekt. Mund të vishje xhup dhe nuk do të kishe vap, por po ashtu mund të vishje një fustan veror dhe nuk do të kishe ftohtë. Ashtu si dashuria jonë në balancë, në harmoni dhe tepër e bekuar. Tani kanë kaluar 6 vite dhe jemi ende po aq të dashuruar, po aq të lumtur, po aq të natyrshëm me njëri tjetrin. Nuk është gjithmonë për radhë, asnjë lidhje nuk është. Por ajo që kemi ndërtuar është e fortë, e vërtet dhe e rënjosur thellë në respekt dhe në dashuri.
Prindërit e tij më duan si bien e tyre. Jeta më ka folur dhe më ka falur më shumë se ç'mund të imagjinoja kur isha ajo vajza 18 vjeçare me sytë e enjtur nga lotët. Po universi flet. Dhe po, duhet t'i besosh, sepse ndonjëherë edhe mes një mesazhi të harruar edhe një zemër të thyer, ai po të përgatit për një dashuri që nuk do të lër kurrë më që të qash. Kjo është historia e mrekullueshme e Emanuelës. Emanuela ka kaluar një emocion të papar dhe sot me krenari tregon që duke i besuar vetes, duke i besuar universit, ajo gjeti një njeri që ishte perfekt për të. Kjo histori ka mesazhin brenda që ne duhet të provojmë në jetë, nëse nuk të doj pari, të doj dyti, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që ti mos rish pjesë e dhunës, mos rish pjesë e lotëve, por gjithmonë të kërkosh më mirë, se një ditë e bukura do të del, një ditë e mira do të vi. Emanuela nuk qëndroi për të vuajtur, por dëgjoi veten e saj. Dëgjoi veten e saj për të kërkuar nga më e mira dhe kështu i doli. 6 vite, sot është shumë e lumtur, sot është e gëzuar me një familje fantastike, me një burr të mrekulluar, me një vjerë e cila e do si vajzën e saj. Kemi plot raste të këtilla që shpesh vajzat bien pre e dashurive që i lëndon më së shumti, e dashurive që i prek në shpirt dhe harojnë që për to ekzistojnë ditë të bukura, harojnë që për to ekzistojnë ditë të mira. Dhe në qoftë se ato i besojnë universit dhe i besojnë vetes së tyre dhe vrapojnë pas dashurisë, jam i sigurt se do ta gjejnë, se gjithmonë ka një mashkull që të vlerëson në vendin ku ti nuk e pret, aty ku ti nuk e beson dot dhe të jep prioritetin që ti të ndjesh femra më e lumtur në botë. Nëse flasim për dashurinë, dashuria e vërtet lindet nga shpirti dhe Emanuela ka qenë një vajzë që ka dhuruar shumë dashuri në lidhjen e saj të parë, edhe pse ka qenë një lidhje adoleshente, por gjithmonë ka qenë ky mentaliteti që mos e lër se do bësh me fjalë, por Emanuela se ka ngjuar këtë, ka dëgjuar veten e saj, njeriun e saj dhe sot është shumë e lumtur dhe duke u frymëzuar nga histori që ne tregojmë në kanalin ton, që janë deri tek më të rëndat, tek vrasja e femrave grave, Emanuela është frymëzuar për të treguar historinë e saj, që të mëson dhe gratë të tjera që mos të rinë kurrë prej dhunës, por të bëhen të zonjat e vetes, mos tolerojnë që dikush tjetër t'ua mundësoj që ato të kalojnë natën me lot. Nata dhe dita është e shenjtë, një jetë kemi dhe le ta jetojmë atë jetën në formën më të mirë të mundshme, sepse jemi në një univers kalimtar ku nuk kemi më kthim brapa asnjëherë. Dhe çfarë do të kalojmë këtu, do të mbetet në kujtimet dhe në memorien tonë. Asnjë gjë tjetër më shumë. Andaj le të kalojmë ditë më të bukura në këtë univers.